dëgjoni, kjo është reale, është e vërtet. Unë besoj që ju vërtet e besoni këtë gjë, sepse kam një mik timin, dhe mu desh të takoja për arsyet caktuara. Dhe më tha jam bon, tash, pa problem. Pastaj, erdhi edhe më thot, edhe e pyeta, a kishe ndonjë problem? Më tha, isha në protest. Thash, isha në protest? Po, më thot. Ky person është njëri shumë i mirë, shumë i arsimuar në Slyman, jo fanatik as pak, por frekuentonte xhamin. I thash, po pse në protest? Më tha, dëgjo, e di që tua, di sa besnik t'jam si mik, të besoj, por me këtë gardin, për të zbatuar atë çfarë do Bibi Netanyahu, e ke tepruar. Në thash, po më flet me mua, unë nuk jam media sociale. Ta ka zënë mendjen, të zënë mendja me të dhe beson te kjo, po nuk është e vërtet. Të kuptoj. Të kanë zënë mendjen, sepse këto ide që projekti është anuluar, projekti është pezulluar, përsëriten në shumë fide në media sociale, kështu që si thua kanë zënë rënj në mendje, pra këto gënjeshtra ju kanë ngërthyer mendjen, sepse është gënjeshtër, sepse projekti nuk është pezulluar kurrë, nuk është anuluar kurrë, sepse për së pari nuk është miratuar kurrë. Pa gjeje, nuk anulon dot diçka që nuk është miratuar, nuk pezullon dot diçka që nuk është miratuar, ndërsa flasim puna vazhdon për hartimin e tij. Dhe ndërkohë e them këtë prap sërish dhe ju vazhdoni, kështë çmenduri. Nuk është fjala ime kundër tuajës. Nuk mund të jetë fjala ime kundër tuajës, ju jeni gazetare. Ju duhet ta gjeni nëse projekti është anuluar. Nuk është fjala ime kundër tuajës. Ka të bëjë me faktet. Duhet vini dhe të më thoni me fakte. Shiheni projektin. Kjo është firma juaj, kjo është leja e ndërtimit. Pse po gënjen? Qysh prej romakëve ma merr mendja, kemi përqafuar një civilizim i cili për herë e ka patur bazën tek parimi që ai që ngrë akuzën apo pretendimin duhet edhe ta vërtetoj. Nuk është i akuzuari që e bën këtë. Dhe në fakt po ju them që nuk shoh asnjë lloj prove. Gjikundi, unë them nuk ka projekt. Unë them që ende nuk kemi vlerësimin mjedisor. Unë ju them që për projektin po punohet nga njerëzit, pra mes njerëzve më të mirë të kësaj, dhe u thash që për vlerësimin e mjedisit po punojnë njerëzit më të mirë të mundshëm. Dhe po ju them, prisni, e do të shohim. Prisni e do të shohim. Mos paragjykoni, mos më tregoni flamingot. Flamingot janë prej atyre zogjve të rrallë që kanë treguar më shumë se sa një herë që bashkëjetojnë me njerëzit. Flamingot jetojnë së bashku me njerëzit, janë pjesë e destinacioneve turistike luksoze ku shkojnë njerëzit. Doni prova? I gjeni lehtësisht, hyni në internet dhe kërkoni flamingot dhe njerëzit dhe do të habiteni sa shumë foto do të gjeni të flamingove me fëmijë, me të moshuar, flamingove që ecin në për rruginat e rezorteve me njerëzit. Ç'ju them? Prisni e do të shohim. Çfarë do të thotë kjo? E di, është e mërzitshme, po këto janë faktet.